Për vetëlindje gati çdo ditë kojna. Çdo story shka shumë nashta në Instagram, një këngë të dhimbshme. Më i thonë ashta edhe prom kum kajt. Për çit ajër, për çit frym. Përshëndetje për juve dhe faleminderit fillimisht që ndajtët kohën. Po du me të vetë fillimisht a e mban mend ditën e fundit që ke aturu për gurbet? Ditën e fundit po, në nëntor. Çfarë ndjesi është kam për ty me lanë Kosovën? Shumë ndjesi, se di se kum ditë çka më pret, ama pet edhe në Zvicër jena integru shumë shpejt, e kum mësu gjuhën, jam punësu. Qysh ke menaxhu këtë situatë me ndru venin? Se di atëherë, unë i ka 15 vjetë, nuk ka pas edhe shumë rrjete sociale si sot qysh janë, nuk u pas shumë familjar të ngushtë, tash i kanë ardhur ma shumë ma letë tash është, atëherë kum pas pak që me menaxhu, po kaloj ke çdo send. E hera fundit që ke kajt për vendlindje, kur u kon, edhe pse ke kajt? Për vetëlindje gati çdo ditë kojna. Çdo story shka shumë nashta në Instagram, një këngë të dhimbshme. Më i thonë ashta edhe prom kum kajt. Se ke kajt prom? E ngova një këngë të Afërditat Demakut, që ajo më emocionoj. Edhe unë e motrën e kam jashtë edhe shumë po të kuptojnë këtë pjesë, se shumë rënë me jetu pa familje, po për çka të ka marrë malli në Kosovë mas shumë ti? Për çit ajër, për çit frym. Për fliat ka marrë malli? A kështu po menon në ushqim? Po. Po, për ushqimet tona, edhe pse atje tash edhe atje pi bajna krejt. Apo munden ja dhe atje? Po, edhe atje mujna, ama era Kosovës na mungon ajri, që kjo që po të banë mu një kaq letë. Po, çka kina veçantë diçka na shqiptar që se kanë Zvicrënd? Na jena ma dashën, në Zvicër janë gjinja ma të ftoft. Na të Kosovës ja kena që pak, e sa të ngrotësin, më i me tha një 5% ama që kjo. E për kapët merr malli ma shumë për prej pjesëtarëve të familjes? Për prind, për babin, për mamin, se tash edhe motrën e kam këto, një motrë edhe babin, mamin, se 3 jena në Zvicër, një motrë edhe një vllai kam edhe në Zvicër. A e mon mend ditën e fundit që e ka në Kosovë, qa ke bo ditën e fundit në Kosovë para se me shku para 15 vitët? Ditën e fundit jena kanë verës, pushim. Qa kena bo? Ndorsëm jena kanë. Qysh keni kalu ndorsëm? Mirë, faleminderit. Po mendoj kështu, hera e fundit para 15 vitëv, qysh u ka jeta jote para 15 vitëv? Se ju më kanë shumë e retët, më vjeti këm pas, më ke këty shumë brapa. A e ke menu që mund është me përballu me jetu jashtë vendit? Se di njerë se këm ditë ku jam të shku, se këm ditë që shka më kanë, që ka më mprit, ama po, masi e këm pas të burrin. Familjen e burrit më kanë përkranë fillim shumë. E për shurë ju a i ka lindë në Zvicër, apo? Jo, me lindë jo, në Prizren, po mas një viti. Mas një viti ke shku. Qysh mujtë e mja hikë mërzin grus? Po minejt ofër, minimum, me kalu ko me ta, jo me lanë vetë. Unë ndjeshe që dosh mi qëndru ofër hala ma shumë se gjdohet, se nashta e ke do prej rutinës sajtë përdetshme. Po e kom djejt që u mërzit kur kena ardhë. E tja u mërzit që po mërzitët, gruja? Jo, më nësha me afruet, do më thonë, me afru me familjen, me nejtë me mu bashkë. E qka po mendon jo rinjat që po kanë shumë dëshirë për medalje ashtë vendet? Qfar mesazh ju këshin dhonë atyne? Nëse s'ka punë këto, nuk isha propozu me shkun Zvicër ose Gjermanise, është jeta e vështirë, nëse s'punon një muj, probleme ki me zonë ton vitin. Apo menon që ma letë është me punu në Kosovë, se sa në Zvicër? Nuk e dia o ma letë kushtet atje janë, atje s'njofin. Veç nëse punon mirë, nëse s'punon, nuk je kërkush, atje veç numër je. Faleminderit shumë për juve edhe për ndrysh po dukni shumë mirë, e zoti ja fshtov dashnin.